Përshëndetje miq, sot vendosa ta bëj këtë video për bindjet, pasi disa nga ju më keni shënu se si mundemi me ndryshu bindjet. Se pari njerëz duhet të kuptojmë se bindjet shpesh bazohen në informacionet ose përvojat që kemi mund me i marrë gjatë jetës. Bindjet mund të ndryshohen thjesht duke i vedisu ato. Është një teknik që unë e kam cek dhe në video tjera si meditimi, duke meditu dhe duke i vedisu ato, si një praktik të thjesht që muj me ta jap edhe çka unë muj me ta në ty, bazuar në atë që me ka thënë dhe mu mentorja ime dikur, ne nuk jemi bindjet tona, as mendimet tona, thjesht ne jemi mendimtari këtyre. Dhe duke u bazuar gjithmonë në thënien e Einsteinit që thotë nuk ekziston realitet si realitet përpos realitetit, se ne si mund ta vërejmë atë, ne si mund ta përcaktojmë atë dhe si mund ta e vedisojmë atë. Gjithmonë njerëz, unë nuk e di, thjesht muj me ta, unë flas gjithmonë për përvojave të mia, edhe njerëz është shumë e rëndësishme të kuptojmë këtë, se unë kam përvojat e mia, ti ke përvojat e tua, ne të gjithë kemi përvoja të ndryshme gjatë jetës. Mund të marremi bindje prej njerëzve të ndryshëm, prej familjarëve, rrethit, shoqërisë, shumë tjerë. Ndoshta ti mund të kesh bindje për shoqërinë, për njerëzit e afërm, për përgjithësi njerëz, për krejt botën, po them kështu për që të kuptohem më mirë. Por të gjitha këto bindje që ti ke marrë gjatë jetës, siç e thash edhe më herët, shpesh herë duke u bazu me informacione ose përvoja të ndryshme jetësore, ti mundesh me i vedisu ato në meditim, edhe duke meditu, edhe duke e liru trupin, duke e liru mendjen që ti po reflekton me ato çka dëshiron me ditë, edhe me ndryshu bindjet. Është e rëndësishme sepse kjo pyetje është shumë komplekse për disa njerëz që ndoshta edhe nuk mund ta marrin akoma përgjegjësinë për jetën e vet, por e them kështu duke u viktimizuar edhe duke ja drejtuar gishtin të tjerëve. Unë ka ku njerëz që ka marrë përgjegjësinë për jetën time vet unë, edhe mu ka dash me punu në bindje shumë, sidomos në bindjet në rreth parave, edhe duke lexuar librin që kam këtu, Jetoj pasur, që unë ta rekomandoj shumë, sepse është inteligjenca financiare këtu që flitet krejtësisht për bindjet dhe për parat. Mu ka dasht, siç e cek edhe më herët, në përgjithësi në bindjet ma thellësisht që kam pas punë veten tem me punu, janë kanë bindjet rreth parave. E mora nga njerëz të ndryshëm. Unë gjithmonë e them njerëz sepse bindjet mund të krijohen nga njerëz të afërm, ose nga shoqëria, ose nga njerëz që ne vërtet i dojmë ata dhe vërtet ndikohemi nga fjalët e tyre. Por unë të kuptoj më së miri mbush se ti ndoshta mundesh me kanë poshtë, mundesh me kanë energji tërt, mundesh me kanë në atë valën që mendon që nuk mundesh me ndryshu. Unë thjesht di me thonë që edhe ti mundesh, unë kam mujt, mundesh ti, kanë mujt edhe miliona njerëz, e mentor të ndryshëm njerëz që unë kam dëgju histori të ndryshme, e kam lexu histori të ndryshme të njerëzve, edhe ata dikur s'kan mujt, po sot i kanë krejt ato që ka dojnë, edhe jetojnë jetën ashtu qysh dojnë vetë. Unë personalisht ta kisha cek për me ndryshu bindjet,
se pari ti duhesh me I pranu ato që cilat ti rezonon ato dhe cilat ti ke marrë ato për mos me I luftu, se duke mos I luftu ti shkon në ato cilën ti dëshiron. Ndoshta ke mujt me ndëgju bindje të ndryshme, unë dua t'i ceki sot do, ndoshta ti ke ndëgju bindje që ti s'mundesh, ti s'je I furt, ti je I dopt, ti zguxon, ti s'din me ful bindje të ndryshme. Unë thjesht di me thonë që këto gradualisht mundesh me I transformu në ato ti cila dëshiron. Si për shembull, unë mundem, unë guxoj, unë besoj në veten tem, unë di me ful, unë e du veten, I du edhe njerëz të tjerë, por më rëndësishme njerëz është që ti me u bë kapiten I jetës tënde. Kapiten I vetës tënde, mos me I leju njerëz tjerë me të syndu, edhe me marrë përgjegjësinë për jetën tënde. Ka mjaftu shumë për krejt. Faleminderit Zotit që sot kena material plot se si me jetu jetën, edhe jena mendoj të vedisun ma shumë si çdo herë tjetër për me vendos na se si dojna me undi, me vendos na se a dojna me marrë bindjet e njerëzve, mendoj ato bindje negative, se gjithmonë unë jam me që ti me ndëgju njerëz që vërtet të rezonon mendjen tënde dhe në ato bindjet pozitive për jetën që ata jetojnë. Por një gjë kur mos e harro se kushdo që të ka thonë që ti s'mundesh, edhe ti je I dopt, edhe ti s'din ma shumë, ti s'meriton me pas ma shumë dije që është e kut njerëz. Edhe unë dikur jam kam poshtë, edhe unë I kom pas këto bindje, kam pas bindje të ndryshme, por duke punu në vetën tem çdo ditë, duke punu edhe duke ndëgju informacione çdo ditë të reja nga njerëz dhe mentor të ndryshëm, që ka plot, edhe siç e thënë edhe më herët, ti mundesh, edhe ti mundesh, ashtu qysh ka mujt tonë, kanë mujt plot tjerë, thjesht beso në fuqinë tënde. Këto janë disa afirmime, por është një gjë njerëz që vërtet rezonon në shpirtin e juaj kur ju I lëshoni jetës, kur ju me vërtet besoni në veten e juaj, edhe me vërtet ju I ndryshoni bindjet gradualisht duke I transformu ato në pozitive. Si që thash dhe ma herët, ti s'mundesh, e ke marrë veç bindje, ajo është veç bindje, ti mundesh me ndryshu jetën tënde, pavarësisht gjendjes aktuale ti në cilën gjindesh sot. Por duke e pranu ato të sotmen për të dalë ato të nesërmen ma lehtësisht. Unë njerëz ju uroj një ditë të mbar, edhe uroj se sa do pak të ketë ndihmu kjo video, dhe që të punosh në vetën tënde, të zhvillohesh. Zhvillimi personal është një mrekulli, është një transformim I vetvetes, një bukuri natyrore që e them kështu. Thjesht beso Zoti na ka dhuru krejt, edhe ne duhet me falenderu Zotin për krejt ato që ka kemi dhe jemi, dhe për me kërku njerëz, kërkoni, jetoni, dujeni, buzëqeshni njerëz, sepse një buzëqeshje jutja mundet me ndryshu jetën dikujt tjetër jashtë. Thjesht jetoje jetën e ki dhuratë, dhe falenderoje Zotin për krejt mira që ti ka dhënë, edhe lutë Zotin për krejt ato që ka ti dëshiron me I pas një jetë. Ti mundesh, thjesht beso, beso, beso. Faleminderit shumë,
të uroj një ditë të mrekullueshme.